Të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, zonja dhe zotëri deputet, zonja drejtuese e seancës. Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se në mënyrë absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjeroj me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçars? A ka akt më absurd? Është akti luftës që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. Keni dërguar mesazh të gjithë punojësit e fjerit lushtjes të gjithë jugut. Një lloj si Ramizalia, që do të na shpallte rubrikën e Vlorës me vullnetarët e Enverit. Tani e vullnetarët e Edit. Mos e provoni, Mos e provoni. Të ndiqen rregullat. Ka një protest më që dënoj dhe dhullën ndaj tyre. Një protest qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat, nuk përfaqëson tërësinë aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste, praktika antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Për të përfunduar dhe ju, sot e tutje doktoresh, nuk do quhesh më Spahiu, por Mekati, se ti ke votuar ligjin 24. Ti e zonja Mekati, tani e kupto vete, ndro edhe në gjendje civile do shkojmë të ndrojmë mbiemrin, të quajmë jo Spahiu, po Mekati. Faleminderit, shumë faleminderit zoti Berisha për mbiemrin e ri. Fjalën e ka zoti Alizoti.